Arsen të përshëndes. Përshëndetje, Aida, prokuria posaçme edhe pse përgjatë kësaj fushate elektorale, ku sytë e vëmendja opinionit publik, por e tensionet janë në terren me subjekteve, vazhdon në prapavit duke bërë monitorim me vëzhgim të subjekteve politike, grupe kriminale, por e kandidatëve për të parandaluar, siç ka deklaruar për integritetin e zgjedhjeve, vepra penale që lidhen me korrupsionin zgjedhor, me kërcënimin, santazhimin e qytetarëve, por edhe pretendimet për blerjen e votës apo të ndikimit të zyrtarëve në fushat elektorale. Një prej tyre në fakt ka dhe një zhvillim ditën e sotme, është deputetja e Partisë Demokratike, zonja Albana Vokshi, e cila është rritur nga SPAK për të dhënë prova shtesë pasi ka kallëzuar e denoncuar në SPAK ministrin e Arsimit, zonjën Ogerta Manastiliu, pasi zonja Vokshi pretendon se i dërgon mesazhe nxënësve, por e mësuesve për të përkrahur dhe për të qenë të pranishëm në aktivitetet e Partisë Socialiste. Aktualisht zonja Vokshi ndodhet në ambientin e SPAK, ku po depoziton prova e fakte, por nga ana tjetër po i përgjigjet si kallëzuese, denoncuese dhe pyetjeve të Byros Kombëtare të Hetimit. Ky zhvillim i fundit nuk përjashton mundësinë edhe të thërritjes ministres së Arsimit Ogerta Manastiliu për dhënë edhe ajo të paktën deri në këtë moment e versionin e saj. Me sa kuptohet, denoncimi dhe kallëzimi i depozituar është regjistruar si procedim penal. Po Aida. Pra janë dy çështje, edhe Albana Vokshi në SPAK edhe Ajola Xoxa në SPAK janë çështje të cilat ne sigurisht i kemi ndjekur edhe më herët, janë në vazhdon e hetimeve për çështje që deri diku janë edhe me zë të bujshme, sikurse ajo bashkëshortes së kryebashkiakut. Ndërkohë, pak informacione kemi sa i takon punës aktuale me cilën po punon prokuria e posaçme në procesin zgjedhor. Çfarë po ndodh? Janë publike, janë rreth 20-30 kallëzime të cilat verifikohen dhe monitorohen. Kush janë ato subjekte apo cilat prej kallëzimeve të Partisë Demokratike, qytetarëve apo referimet policisë SPAK i ka regjistruar me emër e mbiemër si procedime penale, nuk e ndan këtë informacion me publikun edhe për shkak të sekretit hetimor, por të paktën përgjatë fundjavave, duke nisur nga e shtuna dhe e diela, prokurorët të ndarë sipas qarqeve së bashku me hetuesit e tyre ndodhen në terren, ndërsa përgjatë ditëve të javës, aty ku konsiderohen zona të nxehta si Fieri, Elbasani, Durrësi, por e kryeqyteti pra Tirana, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit janë aktiv duke qenë thuajse për ditë pranishëm, edhe duke monitoruar takime elektorale, por edhe fushata, ndërsa një verifikim të thelluar SPAK po bën edhe për incidentin e ndodhur në zyrat e Partisë Social-Demokrate në Alidem. Vetë PSD-u ka mbajtur një qendrim zyrtar duke deklaruar se asgjë nuk lidhet me fushatën dhe me subjektin e saj politik. Nga ana tjetër, policia ka bërë një referim duke shpallur dy shtetas në kërkim për përplasje fizike e dhunë, ndërsa SPAK dyshon që kjo ka dhe një prapavi politike dhe për këtë arsye po bën një verifikim të thelluar për një incident të ndodhur 4 ditë më parë në kryeqytet, ku gjetën 2 gzhoja të paplasura, pra 2 plumbat paplasura, një fasad xhamie thyer, por nga ana tjetër edhe foto e qarkulluar në media të një shtetasi Arjan Telallari me automatik në dorë alarmoi sigurinë dhe rendin. Kjo për shkak se është një zonë elektorale ku kandidon ngaron edhe ministri i Brendshëm zoti Ervin Hoxha. E kuptoj. Ndërkohë, pra po Ajola Xoxa paraqit vetëm thjesht me prezencën e saj për detyrim paraqitje. Në fakt, çdo 2 javë në detyrim paraqitje, çdo të premte, jo vetëm zonja Xoxa, por biznesmeni Fatmir Bektashi, Gentian Sula, por edhe Shkëlqim Fusha e të tjerë të proceduar penalisht në dosjen e kryebashkiakut Erion Velia, kanë detyrimin për të qenë përpara oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit për të respektuar masën detyrim paraqitje. Të njëjtën gjë ka bërë, siç e kemi edhe me pamje filmike, bashkëshortja e zotit Velia është paraqitur pa praninë e avokatit, ka firmosur prezencën e saj përpara oficerit BK-s dhe më pas është larguar. Nga ana tjetër, hetimet për këtë çështje vijojnë të jenë intensive dhe po ashtu gjykata e lartë po shqyrton kërkesën për rekurs depozituar nga të dyshuarit në këtë procedim penal mes tyre dhe kryebashkiaku Velia për ndërruar masën e sigurisë. Qartë. Mirë, Arsen,
Unë të falenderoj dhe në pritje ndoshta të zhvillimeve të tjera të cilat priten sot në prokurorinë e posaçme. Të përshëndes.